Paralelisht ju vazhdoni të punoni edhe në fushën e arsimit dhe aktualisht jeni drejtori i IAAP-s, Skënderluar Rasi. Si e gjetët këtë shkollë dhe me çfarë sfida u ballafaqohat, kur kihet parasysh se kohëve të fundit ka pas investime kapitale në këtë shkollë dhe atë kryesisht që kanë qenë donacione më tepër për qoftë i Bashkimit Evropian apo për qarqeve tjera ndërkombëtare. Ndoshta pikërisht pse vi për lëmiz biznesi, sepse kam edhe një biznes personal timin, ka qenë ndimesa më e madhe që më ka dhënë favor se si është një shkollë profesionale. Pastaj ndimesa tjetër ka qenë sepse me vite të tëra kemi qenë disa trajnime që i ka organizu një motër e nderit Johanna Schwab-Erika në Vjenë, Austri, dhe atje kemi pasë si funksionon një shkollë profesionale. Qëllimi i shkolla profesionale është ndërlidhja me tregun e punës. T'ju falendëru bashkëpunimit madh me bizneset që kemi pas, kemi nisë këtë diçka ndryshe, do të thotë kemi gjetë ndryshe, kemi fillu diçka ndryshe, ndoshta sa për humor, s'po them humor, po është diçka reale që si ka fillu. Kemi qenë duke rregullu disa dyrë t'jashtme të borit, edhe nxënësat duke saldu, tash unë atë lëmije njeh shumë mirë, edhe isha në një moment duke mësu nxënësve se si saldohet, por në atë moment kisha ardhur një organizatë e huaj që kishte bën një vizitë në Prizren, shkollën e mesme profesionale të Prizrenit, edhe ishte dalë aty me pa në soarek se çka ka. Ka qenë Luxdev, domethënë ka qenë një farë Daniele Tasaluka, ka qenë si përfaqësues kryesor i asaj organizate, më që është në ndërlidhje me arsim profesional, edhe mu drejtu pat, më fal, më duhet drejtori. Unë ashtu si isha u qova shkum zyres bashku, ulëm, po bisedojmë, po ta vonohet drejtori, thash e ki përballë. Tha, po çka ishe do bëj? Thash ty mësu të saldu. Nesër ta me ardhë me lidhje një memorandum bashkëpunimit me Luxdevin, në mënyrë që na me fillu me bashkëpunu. Ai ka qenë piknisje. Jo vetëm për Luxdevit, që investimet kanë qenë dikun me 100.000 euro. Pastaj kemi pas një bashkëpunim shumë të ngushtë me edhe Allet 2, një organizatë tjetër, që është ndërlidhur me arsim profesional, edhe aty investimet kanë qenë duke të mëdha. Përveç investimeve të këtyre organizatave të cilat janë lidhur drejt për drejt me arsim profesional dhe me Ministrinë e Arsimit, kemi pas edhe donacione private, prej firmës Gebrit Çarek, këto 2 vite kemi pasin donacione nga 20.000 euro. Dhe sikur se filloi diçka pastaj shumë e madhe, normal nuk do të më harru se kemi pasur bashkëpunimin e mirë edhe me komunën atë kohë, edhe me dekanën e arsimit, edhe gjetëm një gjuhë përbashkët edhe mendoj që u mri kulmi sepse nëse llogaritet total, pa llogarit këtë investimin e fundit tash për eficiencë në shkollë aty, do të thotë i afrohet investime rreth 1 milion euro, domethënë investime pa prek buxhet komunës së shtetit. Në çfarë lëmim tepër keni investuar? Në infrastrukturë? Kryesisht jo, në infrastrukturë do të thotë jo, sepse infrastruktura i përket komunës, ndërsa investimet kryesisht kanë qenë pajisje konkrete për realizimin e praktikës profesionale. Dhe falat të investime sot për shembull kemi të gjitha laboratoret të cilat janë të pajisura sa i përket profileve, të nis prej kabinetit të automekanikës, kabinetit të instaluesve elektrik, të instaluesve nxjemës qendrore, të mos flas që kemi sot dikon 7 klasë pajisën me kompjuterat, që secili nxënës ka kompjuterin e vet, të drejtimet e IT-s, pastaj të rrobashëpsia e kemi kabinetin pajisur mirë. Kështu që janë kryer kushtet tepër të mira që më kryer praktika do të thotë shkollë vendin e punës.